Gjykata e krimeve të rënda në Tiranë ka lënë në burg pa afat 7 arrestuarit me 700 kg kanabis, që u gjet në një laborator droge të zbuluar në zonën e Ish Kënetes në Durrës. I pari që hyri në sallën e gjyqit ishte biznesmeni nga Shkodra Bejto Kotaj, i cili akuzohet nga prokuroria si financues i këtij rrjeti të trafikut të drogës mes Shqipërisë dhe Italisë. Pas tij në sallën e gjyqit ka hyrë pronari i vilës Dykatçe në zonën e Ish Kënetes në Durrës, Iqmet Pashollari. Vila në pronësi të tij është kthyer në një laborator të përpunimit të lëndës narkotike, që sigurohej në malsinë e Shkodrës dhe të Kryes. Ndërkaq djali i tij Valter Pashollari është ende në kërkim. Një tjetër biznesmen i akuzuar si financues i këtij rrjeti është edhe 40 vjeçari Ajet Sula nga Tirana. Ndërkaq dy biznesmenë të tjerë, Festim Xhelilaj dhe Pajtim Braçaj, akuzohen si transportues të lëndës narkotike brenda dhe jashtë vendit. Ndërkaq Babe Bir Qerim dhe Lufti Xeka, sipas prokurorisë, janë kultivues të drogës në zonën e Kryes. 7 arrestuarit akuzohen për krijim të grupit të strukturuar kriminal dhe trafikim të lëndëve narkotike. Arrestimi i tyre erdhi pas bashkëpunimit të 3 policive, Durrësit, Tiranës dhe Shkodrës, dhe u finalizua me sekuestrimin e 700 kg kanabis. Prokuroria kishte nisur hetime 3 muaj më parë dhe kishte vënë në përgjim anëtarët e kësaj bande, çka çoi edhe në zbulimin e biznesmenëve të rëndësishëm të përfshirë në këtë rrjet trafikimi.